Ndërkohë, Genti, bashkë kemi diskutuar shumë problematika sociale. E tha, nëse nuk gabon, doktor Ali Mehmeti, që një prej shtyllave kryesore për te sigurisë dhe arsimit është shëndetësia, jeta, mundësia për qenë të gjallë, edhe për të vepruar, për qenë punonjës të mirë, punëtar të mirë, e kam fjalën për të vazhduar jetën aktive në shoqëri me problematikat e saj, po jeta. Është një problematik që të bëri çudi fillimisht kur e dëgjova, apo kishe një informacion para praga ashtu sikur se kolegu Stafa? E vërteta është që ka vite që ekziston një situatë, një problematike të tillë për sa i përket mungesës së bërjes analizave në kohë për qytetarët. Unë mendoj se kjo është një deklaratë e sinqertë që do ketë kohë për atë ministre. Sepse të thuash kaq haptazi që ne nuk i ofrojmë analiza pas datës 20 qytetarëve shqiptarë të cilët paguajnë. Ne paguajmë, ne gjithë jemi kontribues në sistemin shëndetësor dhe në momentin që unë dua të shkoj dhe të bëj një analizë pas datës 20, nuk mund ta marr dot atë për shkak se ka mbaruar buxheti që ashtu siç u tha dhe në Tiranë, se po jeton në Elbasan. Në Elbasan e ka më rënd. Madje apo në qytet tjetër. Dua them pak më qartë asaj. Deklaratë sinqertë që mund t'i kushtoj politikisht thonë ju ministres Sala? Patjetër mendoj se do të ketë kosto taj saj. Për sa i përket situatës me shërbimin shëndetësor në Shqipëri. Ne shohim që në këto vitet e fundit, sipas censusit, 400.000 shqiptarë janë larguar nga Shqipëria. 400.000 shqiptarë janë larguar nga Shqipëria dhe ndërto unë mund të them një numër i konsiderueshëm larguar për shkak të mungesës dhe pamundësisë financiare për të shëruar në vendin tonë. Ne sot unë njoh personalisht qytetarë cilët kanë shkuar dhe kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian vetëm për të shëruar fëmijët e tyre. Sepse nuk kanë mundësi ta shërojnë fëmijën e tyre. Është e vërtetë. Ka sot bashkëshortë që janë detyruar të largohen bashkë me bashkëshortën e sëmur me sëmundje tumorale sepse nuk kanë mundësi ta kurojnë bashkëshortën e tyre në vendin tonë. Deri te azili për të në shumicë kjo. Në shumicën e rasteve. Pra unë i njoh. Ndodh që nuk i marrin dot shërbimet, nuk ekzistojnë infrastruktura e nevojë. Sot kam folur me një zotëri që kishte harxuar 10 milion lek për të kuruar nga një sëmundje e prostatit. Në QSUT. 10 milion lek kishte shkuar fillimisht në QSUT, nuk kishte mundur të bënte dot analizat dhe ndërhyrjen në spitalin shtetëror, ishte detyruar të shkonte në spital privat. Ai 10 milion lekët i kishte marrë me kredi. Pra kishte hyrë në kredi për të shëruar. Por ndër këto 400.000 familje që janë larguar nga Shqipëria, po a them një numër i madh i konsiderueshëm janë për arsye shëndetësore. Nuk mund ta kurojnë dot të afërmin, familjarin në vendin tonë. Ti shkon në urgjencë, në momentin që ai doktor ka presion nga stafi drejtues, pa dyshim nuk do të ofrojë ty dot shërbimin, edhe nëse ka dëshirë për të ofruar ty shërbimin. Sepse presioni që i bëhet nga stafi i lartë është më i madh se sa presioni që mund t'i bësh ti si qytetar, ku ke hall. Dhe në këtë situatë, kur shoh këtë më duket sikur është ne nuk e kemi shëndetin shfaqje teatrale, që mbarun karriket edhe do shkojmë ta shohim shfaqjen nesër. Shëndeti është, ekspertët e thanë, një gjë që duhet të veprohet sot, se nesër është vonë, nesër ka pasoja me jetën. Në momentin që ka pasoja me jetën, ne nuk mund t'i themi qytetarit prit, se ne na ka mbaruar fondi, dhe prit sepse ne nuk kemi më mundësi që koncesionarit na ofrojë shërbimin e analizës. Ndërkohë që përsa i përket edhe ligjit për spitale, për shërbim spitalor që është miratuar në vitin 2022, këtu ndoshta mund të biem dakord edhe me ekspertët që janë doktorët,